dhe pregaditja për ditën e seferijes, për ditën e udhëtimit. A ditë bileta pritet vetëm një kashe dhe që tërkushta pret bileta. Vetëm me shku, s'ka këthyse. Kjo është jaumur rahil. A ditë që do dalëm nga kjo botë, inshallah me iman. Të nderuar, kur jemi të kjo pregaditja, kur jemi të ajo që vjen, që na pret, që është në prag, dhe ne kemi bindje për të gjitha ato që tregon feja pas vdekjes, pas daljes nga kjo botë. Gjithë këtë punë që bëjmë ne për këtë jetë kaq të shkurt, ama shumë e shkurt është në krahasim me qëndrimin në varr, me krahasimin me qëndrimin para Allahut ditën e gjykimit, në krahasim me jetën e amshushme ebediul ebed, qoftë xheneti inshallah. Andaj, kjo jetë është shumë e shkurt. Me kaq jetë të shkurt jemi të privilegjuar me e kënaq Allahun dhul xhelal e ajt pastaj na e dhuron neve xheneti. Xheneti është dhurat nga Allahu dhul xhelal, jo nga veprat tona. Ne mundësisht me veprat tona të mundohemi ta bëjmë razi Allahun. E kur qeta i kënaqur me ne, xheneti është dhurat. E tash, ja sa punë ka mrapa mbas kësaj jete kaq të shkurt. Por fatmirësisht që me këtë jetë të shkurt fitojmë jetën e amshushme. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na tregon se atë ditë kur dalim para Allahut dhul xhelal, do të jetë aq ditë e vështirë, Zoti na lehtësoft. Për hir të namazit që falim, e para për hir të asaj që Allahun dhe pejgamberin besojmë, e të gjitha kushtet i plotësojmë, për hir të namazit, për hir të sejdës që bim në sejdë, për hir të Allahut, për hir të Allahut që agjërojmë, për hir të Allahut që japim sadaka, japim zeqat, bëjmë hajrat, ndihmojmë, këto punën ata të cilat na çojnë deri te razillëku Allah. E për hir të punëve që bëjmë, Allahu qofti razi, qofti kënaqur me ne. Dhe na e lehtësoft atë ditë të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: La tazulu qadamu mri'in hatta yus'ala an arba. A ditë, gadën, nesër. Do të jetë ditë e vështirë, sa o Zot e vështirë. Ne të rrim në rend e kemi pak problem, të rrim në rend. Kur vin diku të rrim në rend, vetëm shiqojmë si ç'a bëjmë diçish, dalim. Mos rrim aty në rend. O Zot. Atje s'ka të njofshëm. Nuk ka kush të hesti dil përpara. Jo. Ditë e vështirë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot dikush nga sikleti që do të përjeton dhe nga sikleti që nuk mund të duron, do thot o Zot, nëse jam i gjykuar për xhehenem jam i gatshëm. Shkoj, ama ai nuk e din, vetëm ato që e shef është shumë e rëndë, shumë e vështirë, qëndrimi në kokër të diellit, hija askund, sikleti i madh, do thot o Zot, nëse jam i gjykuar për xhehenem jam dakord vetëm prej këtu kur ta lis. O Zot. Mirë po, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vin përgjigje nga pejgamberi. La tazulu qadamu mri'in hatta yus'ala an arba. Nuk do të levrit këmbën askush prej atyre që do të qëndrojnë derisa të jep përgjigje për 4 gjëra. Shababuke fima eblet. Rinin tënde ku e vjetrove. Umruke fima efnejt. Jetën tënde ku e harxove. Maluke minejt në ktesebte wa fima enfakt. Pasurin që posedove, ku e fitove, e pastaj ku e harxove. Këtu ndonjë ka do ligje të pyesën nëse dikush ngrihet bëhet shpejt i pasur, me njëherë ndërhin sistemi shteti prej kaki. Subhanallah. Ama atë pyet dikush ku e harxove, atje do të pyesen ku e more, ku e fitove dhe ku e harxove. Wa maluke minejn iktesabta wa fima anfaqta. Pra pasurin ku e fitove, ku e harxove, wa ilmuke madha sana'te bihi, diturin tënde që pate çka bane me to. Ama kjo u takon hoxhallarëve, jo, po hoxhallarëve, po, dëgjon njoni, se çdo njoni e din halalin a e ke praktiku, farzin a e ke zbatu,
nga harami a je largu. Atë që ke ditë të tjerëve ja u ke mësu. Ata që e ke ndëgju ligjërat të hoxha në familja e ke përcjell, a ja ke tregu dikujt tjetër, apo je bo vetanak, vesh për vete. Ka punë kjo, ilmu ke madha sanate bihi, me diturin të ndë qoftë pak, qoftë shumë dhe t'japish llogari para Allahu dhul xhelal. E a ditë pra shumë e vështirë, nuk ka hije ku të strehohemi.